në fakt. Leo, si ka qenë të 8 vite në krye të shtatës? Si po ja dilni në aspektin financiar, kuptohet, sepse ju e thatë që jeni vetë biznes, sepse tregu mediatik në Kosovë aq është? Unë më që me në Kosovë, sigurisht tregu shumë i vogël, pra as krahasohet me Shqipëri për shembull, jo me vende tjera. Ta kem parasysh përfaqësitë kryesore të brendeve ndërkombëtare zakonisht shkojnë në Serbi, e prej Serbisë shpërndohen, si më thon, Malzi në Maqedoni, as Shqipëria nuk e merr, si më thon, ato që duhet me marrë pjesën e fitimeve të këtyre markave gjigantëve botëror që hedhin parë për marketing, shumica shkojnë në Serbi, kështu që Kosova është një kafshat shumë e vogël, që na ka ndihmuar neve, e kjo fol diasporës, ne me kalimin e kohës e kena arrit produktin ton prej të hyrave nga jashtë, pra platforma ndërkombëtare të reklamimit, qyshin ato që reklamojnë në platformat në Express, në të shtatë, pra për YouTube-it, për Facebook-it, për tjerëve, fakti që ne kemi gjysmën e shoqërisë në diasporë, na ndihmon shumë me pas një pjesë të madhe të hyrave prej jashtë. Pra vetëm me thonë kështu, paga shumë kompanisë tonë 3 rroga në vjet i pagun vetëm me të hyrat që vinë nga jashtë. Kështu që është një pjesë e konsiderueshme e cila neve na ka mbajtur gjallë. Pra, na ka mbajtur gjallë të hyrat nga jashtë që kanë qenë fal faktit që gjysma e shikuesve, lexuesve tonë janë të diasporës, vllazën e motrat tona që jetojnë jashtë. E kuptoj. Pra, ideja që shqyqyr ja keni dalë deri tani, kjo është problemi, sepse t'jemi sinqert, në Shqipëri pak është prish ky tregu i aspektit financiar, sepse janë përzinë investitor strategjik, kanë marrë tendera publik, besoj aksionerët e kompanisë ku jeni ju nuk bëjnë pjesë të kjo pjesa e investitorëve strategjik si në Shqipëri. Absolutisht jo. Na mbam prej reklamave tona. Atëherë, domethënë kjo bashkë me Beratën e kena bërë një gjë që më ne që na ka rezultu e mirë, ne s'kemi pranuar asnjëherë më lidh me kompani që paguajnë shumë lek, na kena dashur me pas shumë kompani që paguajnë ka pak lek. Domethënë, kuptimin që pastaj secili që heqet bie si reklamues me kalimin e kohës, hyn tjetër, kështu që nuk vret ndikimi, fal kësaj kemi mbet në kom, kena funksionuar si biznes, kuptimin që si i kemi shikuar se cilën mundësi për me, pra pa marrë donacione,